unë mendoj që po ashtu kemi politikanë të cilët realisht nuk kanë këto kompetenca, ose nuk e kuptojnë sakt terminin ose kontekstin e fjalës së nocionit kompetencë. Profesori Xhavit e përmendi është një elitë intelektuale të asaj kohë kur e kanë themeluar LDK-n, atë botë ka qenë krejtësisht një situatë tjetër sigurisht, edhe këta kanë qenë njerëz të cilët më meritor për të marrë përgjegjësi publike në Kosovë. Unë mendoj se politika në vendin tonë është reduktuar më shumë në retorik. Pra, flitet shumë, por punohet ose bëhet pak. Pra, mundohet që të krijohet një lloj media politikani në sferën tonë politike. A është e rëndësishme shkollimi, arsimimi, realisht që të ketë një politikan? Sigurisht që po. Unë jam i thtarja asaj që në sferën publike duhet të aposhtojnë ose të glajbrojnë njerëz të cilët kanë formim intelektual. Nuk them që duhet të kenë tituj, sigurisht për tituj, ose gradat akademike do të kenë njerëz të cilët realisht edhe bëjnë jetë akademike. Megjithatë, duke qenë se politika është një aktivitet jashtëzakonisht serioz që kërkon radh të parë për mua njohuri apo dije, pastaj përkushtim edhe seriozitet në ofrimin e zgjidhjes së problemeve të qytetarëve. Megjithatë, duke njohur sferën tonë politike nga përsa afërm, unë mendoj që po ashtu kemi politikanë të cilët realisht nuk kanë këto kompetenca, ose nuk e kuptojnë sakt terminin ose kontekstin e fjalës së nocionit kompetencë. Politika si aktivitet serioz shpesh herë është një lloj mënyre e shpejtë ndoshta edhe për disa individë të caktuar, domethënë për përfitime financiare në këtë rast. Ose po ashtu edhe ka domethënë disa benefite të tjera të cilët realisht njerëzit mund t'i përfitojnë përmes sferës së politikës. Megjithatë, në fushën e politikës do të thoja që mund të arrijnë ose mund të kyçen njerëz të cilët realisht kanë këto njohuri dhe kompetenca, dhe jo njerëz të cilët janë të përjashtuar nga këto kompetenca ose nga etika apo morali, sepse këtë mendim e bazoj sigurisht nga argumenti që çfarë shohim në debatet kuvendare, ka politikanë të cilët realisht nuk njohin për shembull as terminologjinë më elementare. Për shembull, unë mbaj mend, për një kohë të gjatë, 2 ose 3 vite ishte një zëvendës kryeministër në një kohë, kur shpesh herë përdorte në rastin konkret fjalën kontest nga kontekst. Kemi problem. Në këtë kontekst. Është problemi i përgjithshëm, zotëri Dur. Është problemi i përgjithshëm, nuk kemi të bëjmë me drejtshkrim këtu, po kemi të bëjmë me një nocion që tërësisht ka një problemi i madh është kuptim krejtësisht tjetër, domethënë prandaj domethënë gjithkohon e përmend edhe këtë. Pra, çfarë do të them që në sferën publike, realisht duhet të jenë njerëz të cilët kanë një arritje. Profesori e përmendi që nuk do të thotë që do e mos domethënë me politikën të mirët vetëm ai që ka studiuar shkencë politike ose që duhet të ketë shkollë. Megjithatë, njerëz të cilët qoftë mantilbardët mjek, qoftë edhe inxhinierët, ekonomistë apo juristët, duhet të kenë domethënë formimin e tyre intelektual në mënyrë që përgjegjësitë të cilat realisht ose vendimet që mirën për politikat publike duhet të kenë domethënë njerëz të cilat realisht kanë formimin të paktën minimal domethënë intelektual. Por çfarë realisht sot ndodh për shembull në skenën tonë politike, ne shohim për shembull që individët e caktuar ose protagonistë të kuvendit të Kosovës, madje edhe politikanë të cilët edhe jashtë kuvendit të Kosovës, kuvendojnë për tema domethënë nga çmimet e bukës deri te ngroja globale, më them kështu. Dhe e marrin këtë të drejtë. Çfarë në këtë rast janë këta politikanë? Unë mendoj që ky tip i politikanit është një lloj shpesh edhe nga media, e kemi dëgjuar si lloj gjithologu, pra është politikan në çështjet i dijshëm univerzal të quaj.